Naftëtarët në Marinës, unë do të kemë në këto momente kolegun Gjemil Beharaj për detajet më teshme, teksa kanë ndjekur që nga dita e parë kanë kërkuar që takohen me institucionet dhe sindikatët, por deri në këto momente nuk ka pasur asnjë përgjigje ndaj tyre, ndonse është përkeqësuar situata shëndetësore disa prej naftëtarëve. Atëherë Gjemil, të përshëndes, si paraqitet situata në ditën e 13 të grevës së urisë? Arnold, të përshëndes nga qyteti i Firit, ashtu si që anoncuat edhe juve, naftëtarët e sindikatës ndjerës të naftës të kompanisë bankës kanë hyrë në grevën e urisë në ditën e 13, ndërkohë që edhe protestuesit jashtë tyre janë po në ditën e 13. Gjendja atyre shëndetësore sa bie dhe rëndohet, ndërkohë që nga 10 grevistë urisë, 2 prej tyre e kanë lënë grevën për arsye shëndetësore, por janë të solidarizuar dhe i bashkohen grevistëve të urisë. Ndërkohë, sipas kontaktit që patëm me vetën naftëtarët, ditën e sotme kanë ardhur përfaqësues të sindikatës dhe të shoqërisë civile, të cilët në diskutime që patën me grevistët naftëtarë, por dhe me ata të grevës së urisë, pohuan faktin se nëpërmjet shkresave zyrtare do të vënë në dieni jo vetëm qeverinë shqiptare, por edhe institucionet ndërkombëtare si Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe organizmat të tjerë ndërkombëtar që ato të ushtrojnë tërësinë e tyre ndaj qeverisë, e cila duhet të prej rolin negociator midis kompanisë edhe protestuesve. Po sipas bisedës me ta, mësuam se ata janë të vendosur, nuk tolerojnë më, edhe pse thonë që kanë negociuar dhe po marrin punëtor që për shërbime të tretë me qëllim që ta anashkalojnë protestuesit dhe grevistët që janë ngritur në ditën e tyre të 13. Gjithashtu, protestës janë bashkuar dhe i kanë vizituar ditën e sotme edhe naftëtarë veteranë të qytetit të Patosit, pra sindikatat, njëri prej tyre tha edhe pse unë jam pra jam socialist, por këtu unë jam të drejtë grevistëve të naftës, qeveria duhet të bëj patjetër rolin e negociatorit dhe të ulet në tavolit të uli palët për të plotësuar kërkesat e naftëtarëve grevist, por dhe atyre që protestojnë që në ditën që nga fillimi i kësaj proteste dhe në vazhdim. Gjithsesi, nga kontakti që patëm mëngjesin e sotëm, naftëtarët grevist janë të vendosur, edhe pse gjendja atyre shëndetësore është e rënduar, ata marrin medikamente, marrin trisol, marrin lëngje për të mbajtur trupin gjallë, ndërkohë që nga mëngjesi deri në darkë vonë janë kolegët e tyre, të cilët rinë pranë tyre jashtë godinës që kanë marrë me qira sindikata dhe janë në mbështetjen e tyre. E qartë, Gjemil, ndërkohë që ka patur deri në këto momente takime mes grevistëve me përfaqësuesit? Atëherë të poja faktin se edhe ditën e sotme protestuesit e naftëtarë kanë zhvilluar protestën 1 orë para administratës në teren të kompanisë bankës nga ora 8 deri në orën 9 të mëngjesit dhe janë rikthyer pastaj tek godina e sindikatës, ku brenda mjedheve të saj protestën vazhdojnë pra grevistët e urisë. Ata janë të vendosur, siç thash, në kërkesat e tyre, kërkojnë domosdoshmërisht qeveria të mos bëhet palë me kompaninë e huaj, por të ulemi të vetën negociatorët të na ulin në tavolinë të bisedojmë që të plotësojnë kërkesat e tyre. Nuk mund të flasim për pagat të barabarta, por jo dhe ky diferencim te i mase i thellë. Në qoftë se një punëtor i terrenit merr 800 euro në muaj dhe një punëtor i administratës shqiptare merr 4.000 apo 5.000 euro, një punonjës i shtetas kinez që po është në administrat shkon në 10.000, 20.000, 30.000 deri tek CEO thanë ata që merr 100.000 euro në muaj. Pra është një diskordancë shumë e madhe, është një hendek shumë i madh në raportin e pagave. Pikërisht këtë gjë kërkojmë edhe ne që të vlerësojmë si naftëtarë të fushës së terrenit, pasi jemi në diell, në shi, në lagështirë, në dotin e mjedisit, nëpërmjet gazave që lëshon nafta bruto që del në sipërfaqe dhe në depozitat ku grumbullohet ajo.
Pra, duam trajtim dinjitos, duam dinjitet, ashtu si që janë edhe kolegët tanë më shumë vende të botës, por jo më shumë të ata të jemi si kolegët që punojnë në kompaninë shtetërore të naftës Albë Petrol. Ndërkohë, Xhemil, ne kemi raportuar dhe ditët e kaluara kanë paremruar shumë nga këto grevistë që do të futen të tjerë. Çfarë po ndodh aktualisht? Ka të tjerë që do të rihyjnë, do të futen, do t'i bashkohen grevistëve, nëse situata nuk ndryshon sigurisht. Duke parë indiferencën e qeverisë që nuk bën falën në negociatorë, bile në një bisedë unë i thash që përfaqësuesja e Partisë Socialiste, pra Belinda Balluku, është ministrja e linjës, por është deputetja e qarkut Fierit, çfarë ka bërë ajo dhe a keni patur në negociata për të takime që ajo të bëjë negociatoren apo të marrë masa ndaj kompanisë së huaj, ata po huan që nuk ka bërë absolutisht asgjë. Ministrja e linjës po të regohet indiferente, si kurse indiferente po të regohet dhe qeveria Rama. Ata thanë që po shikojmë mënyrën tani që po bisedojmë me kolegët me njëri tjetrin, që dy kolegët thanë të cilët ishin në grevurie dhe për arsye shëndetësore u larguan të zëvendësohen. Por sa i përket pastaj që shtimit të numrit të tyre është problemi vetëm i çështjes së mjedisit, pasi nuk ka vend, nuk ka ambiente ku të futen që të zhvillojnë grevën e urisë. Për shkak se vendi para godinës është dhe pra nga rreshtit e Shper edhe Ban, çka do të ndikonte shumë së tepërmi në shëndetin e grevistëve të urisë, nëse ata do ta zhvillonin në ambjente të çadra pa ngroje dhe në lagështirë. Pra po e shikojmë. Gjithsesi ata kanë paralajmëruar që një protestë, një grup i tyre do të vinë, do të protestojnë edhe para zyrave shtetërore, që siç është prefektura apo bashkia e Fierit, nuk kanë përcaktuar akoma vendin dhe orën se ku dhe kur do të zhvillohet kjo protestë, po pritet për këto ditë, pra nga brenda mesit të javës, si ata të protestojnë edhe në Fier për të drejtat e tyre, pasi nga qeveria nuk kërkojnë asgjë më shumë përveç se të bëj rolin e negociatorit, të uli palët në tavolinë. Kërkesat kompania bankës i ka çfarë i kanë drejtuar nafatarët e sindikatës e hidrokarburit që